Edi Ramës i ka humbur i gjithë legitimiteti vetë. Sepse jo vetëm skandalet i shtohen një nga një, pra Belinda Zvenës kryeministri e tij, ministrja e industrisë, e transportit, e ministrisë më të madhe, me buxhetin më të madh, ajo i ka të gjitha, ajo është e akuzuar nga Spaku i thot parlamentit hiq imunitetin, ai s'ja heq. Dhe jo vetëm kaq, po nga ana tjetër, tuneli Llogaras për cilin përflitet se ajo ka vjedhur miliona euro, por rrjedh shiu brenda. Fakti që bie shiu brenda do thotë që nuk ka hidroizolimin nga sipër, nuk ka sistemin e drenimit të ujit, që do thotë që është shumë e rrezikshme, sepse uji gradualisht gryen betonin, e ndrysh hekurin, dhe nuk është gjë që rregullohet në moment ajo gjë, kupton? Që do thotë se larg qoftë, pas një viti, pas 2 vjetësh, qoftë se aty nuk ndërhyet siç duhet, që shumë e vështirë të ndërhyet tashmë, se është ndërtuar tuneli. Bën vaki larg qoftë dhe shembet. Dhe njësoj siç po vuajmë gjithë edhe nga përmbytjet, edhe nga zjarret, edhe nga njëra dhe nga tjetra, gjitha këto vuajtje që kemi, nuk vinë thjesht nga natyra. Vinë sepse parat që duhet shkonin për infrastrukturë vidhen, dhe këtë dim gjithë. Por sa më shumë që e pësojmë në kurriz, aq më shumë duhet dhe të reagojmë.